mos ju mbashtroj jeta e kësaj bote, mos ju mbashtroj dynjoja, mos ju mbashtroj luksuzi, komoditeti, rahatia, emni, saltanati, mos ju mbashtroj dynjoja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e mahsherit, në ditën e gjykimit, shumë njerëzve, shumicës, do t'ju del përpara një grua e shëmtuar. Shikimi ndaj saj është i padurueshëm, me flokë të thyra të shprishura, me trup të lakuar të deformuar, me ftyrë të rrudhur, me dhëmb të pikur, me dhëmb të mëdhej të prishur, edhe do të rvatet. Thot, pash Zotin largohu, ama po duhet për largohu, ama duhet për qafu, largohu pash Zotin, do t'i mbyll syt, do t'i mbyll syt, se nuk mund ta duroj, nuk mund ta shiqoj nga ajo vrasësia, nga ajo pamje shëmtuar. Ai do të thotë, pse more nuk pranon, i çumor, pa nuk më njefa. Do t'i thot ajo, e shëmtuara, e paduruara, do t'i thot, pse nuk më njefa? Po jo mor, çfarë të njoh? Ai, po kush je ti? Po unë jam dynjoja. Po ti për mu i dhnofshëm me vllaun tënd, po ti për dashurinë time edhe fëmijë se edukonje, po ti për dashurinë time edhe prindën se respektoje, po ti ishe në gjendje të bësh çmos për mu, unë jam ajo dynjoja. O Zot, a për çket unë kam investua, a për çket unë kam sakrifiku, po unë jam ajo. Unë jam ajo, pra çajo është dynjoja, vllai dashur. Andaj, fela tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-garur. Dhe mos ju mbashtrojnë në raport me Allahun mbashtruesi. Disa komentatorë të Kur'anit këtu thonë Allahu dhul Jalal aludon në shejtanin mbashtruesi, por shumica e mendimeve të ulemave është se nuk është vetëm shejtani mbashtrues. Jo, edhe nefsi është mbashtrues, edhe epshi është mbashtrues, edhe dashuria për dynjë është mbashtrues, edhe dashuria për post. Puste karrika, çfarë shejtani është? Puste posti, çfarë shejtani, çfarë iblisi është? Subhanallah, është në gjendje njeriu për ta ruajtur karrikën e vet, ta mbyllë gojën, të mos e thot hakun. Për hatër që mos po e humb karrikën, është në gjendje të flijon familjen, të flijon nderin, të flijon popullin, të flijon dinin për karrikë. Ai tjetri për diçka tjetër, ai tjetri, të gjitha këto janë garur. Wala yagurrannakum billahi al-garur. Mos ju mashtroj juve ai që mashtron. Pra kush mashtron? Po që to mbashtrojnë. Dikon të mbashtron bukuria, dikon të mbashtron saltanati, dikon të mbashtron evladi, dikon të grumbullimi parave, dikon të lakmia e dunjos. Lakmia është shumë e rrezikshme. Lakmi mbas dunjos, lakmi mbas postit. Subhanallah, prandaj e thonë ashtu një fjalë si në formë të shakave, ata që janë karrikë në post, kur bëjnë be e thonë mos u lujt qa pik ti vendi. Do të luhesh, po, do të dalish edhe prej ati, sa do që të mundohesh të mbajsh edhe me pa të drejt, sa do që të mundohesh të mbajsh edhe me zullum, sa do që të mundohesh të mbajsh edhe me të mbyllur gojen nga haku, që ai që ka post ka përgjegjësi para Allahut dhul Jalal. Disa njerëz do të pendohen dhe do të mjerohen nga posti që kanë patur. Prandaj Ebu Hanifja rahimahullah ka hi në burg. Nuk ka hi në burg as për korupcion, as për post, as për dashuri të postit, por ka hi në burg se ka ik nga posti. Mbretja se i kohë Mensuri i ka ofru të jetë gjykatësi suprem, por a i ka thonë, në këtë post, a mbas shëriatit, a do t'jemi lirë? Ka thonë, jo çdo herë, ndë njëherë cingron telefonit, ndë njëherë vinjonit e dera, thotë, ta bon me isharet, me isharet, me telefon, me porosi, me mbikëqyrje. Ebu Hanifja nuk ka pranu. Ka thonë jo,
e ka lut se ka pranu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parime ka bo, ligje ka bo, ka thonë ne nuk ja japim postin ati që lakmon, por ja japim postin ati që meriton.